bukur, shumë e luftuar. Mjaft mirë, goditja me të majtën. Ardit Murja. Vetëm në 7 vit ju ndruan 3 herë kundërshtarit. Kontinentit është njësoj. Wow! Përballje shumë e fortë, shumë e luftuar. Tu jemi me versionin Murja full power. Dhe zakonisht Murja nuk shkon full power. Shkarkon gjitha artillerinë e tij plot. Tu jemi me versionin e Ardit Murja duke shtypur gazin deri në fund. E shpresoj ai e di se është rruga më e sigurt për të. Absolutisht, tot ka vetja Murja. Mjaft mirë kjo situatë e krijuar nga Ardit Murja. Shko se si afrohet kundërshtarit me duart e ulura poshtë. Tani e ka kuptuar. Ardit Murja pra atë kë ka përballë. Më shumë se frik, ai tani e kupton se kë ka përballë. Dhe jemi vetëm në raundin e tretë ku Ardit Murja i afrohet me duart e ulura poshtë dhe me body language apo me gjuhën e trupit i thotë ja ku ke, çfarë do bësh. Nuk mund të Çfarë goditje me të majtën. Spektakolare. Mund të shohim që ka dhe një komunikim duke i hapur sfidë kundërshtarit. Mjaft mirë Ardit Murja. E majt. Që Ardit Murja, për mendimin tim, unë nuk jam Interesante. vazhdon servitet 2 herë në ditë. Vazhdon dhe nuk mund të Çfarë goditje me të majtën. Spektakolare. Mund të shohim që ka dhe një komunikim duke i hapur sfidë kundërshtarit. Mjaft mirë Ardit Murja. e majt. 2 herë në ditë. Vazhdon dhe Ka dhe mbështetjen e publikut që jep kurajo në këtë çaste. Entuziazmo. Do të kemi 2 duele shumë të forta. Ardit Murja 8 aktiv në këtë round. Gjimi i këtij raundi për të marrë fitoren do të ishte 13 në karrierën e tij. po e ndëshkon keqazi. Po e fiton edhe këtë round fundit, pavarësisht se çfarë ka regjistruar. Është rrëzuar sërish kundërshtari i tij, që ishte entuziast për atë çka duroi sportisti i tij. Mbyllet këtu. Ardit Murja! Konfirmohet ajo çka deklaruar.